Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, ai I cili e kryen haxhin, gjithashtu pa gjunahe, pa harame, pa thyerje të rregullave, pa përplasje, pa hidhrime me njerëzit, kthehet nga haxhi si dita në të cilën e ka lindur nana e vet. Subhanallah, kjo është mirësi e cila ndoshta nuk arrihet. Është një arritje e madhe me të cilën besimtari duhet të synon, duhet çdo herë të mundohet të arrijë e kryen një ibadet, kthehet si në një fletë të bardhë në të cilën nuk ka asnjë pikë të zezë. Megjithse ka diskutim te ulemat tash nëse pastrohen nga gjitha gjunahet apo pastrohet vetëm nga gjunahet e vogla. Shumica e dietarëve janë mendimit që pastrohet nga gjunahet e vogla, por gjunahet e mëdha duhet pendohet Allahu Azza wa Jall. Disa nga dietarët kanë thënë jo, ky pastrohet komplet. Ky pastrohet nga gjitha gjunahet që I ka bërë, nga se nëse ka qenë shembull I alkoolit, I kazinos, I vjedhjes, I harameve, ai më tash nuk bën plan me shku në haxh edhe kur të kthehet prej haxhi përsëri në kazino apo përsëri në vjedhje, ai vetëm se është përgatitur, është penduar dhe është shpresa e madhe që të kthehet pa gjuna.